lideri i ri i Iranit, e niset i Gjinish, lideri Mushtaba Khamenei, ka folur për të parë qëshin deklaratat e ti. Kësan dhe ishe i plagosur kë. Ka folur tani, çfarë tha kë? Apo që të është babaj? Po, e nisëm pak më herët diskutimin dhe patëm ditën nesërmen që u zgjodh Mushtaba Khamenei, diskutim studion tonë, dhe besoj që gjithë ram dakord që ishte një përfaqësues i vijës ashpër dhe i lidhur ngushtë me pjesën konservatore, sidomos me Gardën Republikane. Nuk e teprojmë edhe nëse do themi që është më shumë një lider ushtarak se sa një lider religjioz. Edhe po t'i referohemi një të vërtetë që ai nuk ka patur kur një post zyrtar gjatë gjithë kohës pushtetit babai i tij, megjithëse është 56 vjeç. Ashtu sigurisht se diskutuam dhe defektet ose problematikat që pati zgjedhja e Muqtabait. Domethënë, u zgjodh me 54 vota nga 88 antar dhe u fol shumë për një mundësi presioni nga Garda Republikane, një njeri që nuk dije se çfarë ishte, se s'kish pas kur poste zyrtare, edhe shumë pika tjera ose drithije që ngrihen. Megjithatë, ajo që pritej ndodhi, ne e përcaktuam ose në gjithë, besoj gjithë bota ka përcaktuar si njeri i linjës ashpër dhe fjalimi i tij në fakt nuk ishte fjalim, ishte një deklaratë që u përcoll nëpër media, ai nuk ka dalë akoma me zë dhe figurë, sepse mendohet që është plagosur dhe mund të jetë i plagosur. Ditën që u bë sulmi ku mbeti i vrarë babai i tij, ky ka qenë në atë objekt, sepse mbeti i vrarë dhe bashortë dhe vajza e tij. Megjithatë ai tha tre çështje shumë të egra, do thoja, shumë të ashpra. E ashpërsoi linjën e Iranit. Irani ndoshta deri para arresti ishte i hapur edhe për të bërë ndonjë diskutim për ta zgjidhur në mënyrë diplomatike. Edhe Bezeshkiani, presidenti, kishte lënë të kuptojë që ishte bile se pa të shprehur. E pa të shprehur krejtësisht qartë. Në qoftë se ndërpriten sulmet ndaj nesh, ne ndërpresim luftën. Ndërsa zotëria tash i thotë luftën e përcaktojmë ne kur do mbyllet. Dhe shumë i ashpër se... Shumë i ashpër. Se babai. Dhe ndeti në 3 pika kryesore. E para do mbyll Hormuzin, dhe ideja e tij është të krijojë një krizë globale dhe të rrisë, si thua, presionin ndaj Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Izraelit që ta mbyllin luftën. E dyta, ai u betua për hakmarrje për të vrarët, për civilët. Që tregon një lloj prapavie shumë herë më denigruese se mund të ketë një lider fetar, sepse atij pëlqen të prezantohet si lider fetar faktikisht, domethënë. Dhe treta, ai kërkoi në mënyrë absolute të mos ketë më bazat Shtetet Bashkuara të Amerikës në të gjithë rajonin. Ajo që mua më bëri përshtypje edhe në një intervistë më herët, ndoshta intervista e parë ose reagimi i parë pas zgjedhjes ishte kjo. Ai tha, kur vritet lideri, ne kemi drejt legjitime për posedimin e bombës bërthamore. Dhe kjo është gjithë pika problematike, mendoj unë. Hormuzi gjitha këto zgjidhen në një farë mënyre, sepse pavarësisht kritikave ndaj autoritarizmit të regjimit Iranit, ka patur një fetfa që në kohën e Khameneit parë, e vazhdoi dhe babai i Mushtabait, ka pas një fetfa e cila tregonte qartë qëndrimin e Iranit. Nuk do posedojmë armë bërthamore. Ardha e këtij njeriu me këtë lloj ashpërsie hap rrugën që ta thyj këtë fetfa. Fetfaja është një legjitimitet religjios. Dhe ky e ka forcën për ta bërë një fetfa të dytë, të hapë rrugën. Ky është urdhëresë. Po, urdhëresë religjioze. Kështu që po nëse shikon edhe me ardhin e këtij, edhe qëndrimi i Bezeshkianit, presidentit, ka ndryshuar totalisht. Bezeshkiani kërkoi 3 gjëra dje. Njohjen e drejtave legjitime të Iranit. Është përsuar dhe presidentit tuaj. Po patjetër, shumë, ndërkohë që ishte një njeri reformator. Pra regjimi tani është në pikën e tij më të ashpër. Në pikën më të ashpër. Dhe Bezeshkiani qëndroi në 3 pika kryesore. Njohja e drejtave legjitime të Iranit. Çfarë thotë drejtat legjitime të Iranit? Tu nuk bëhet fjalë për regjimin, ndryshimin e regjimit, bëhet fjalë të drejtat legjitime futet dhe posedimi i armës bërthamore. Se çdo shtet ka drejt në një farmase. E dyta, ai kërkoi dëm shpërblim. Domethënë gjithë dëmet mëdha që janë bërë në Iran, këto janë 3 kushte për përfundimin e luftës. Dëm shpërblim dhe e treta, garanci ndërkombëtare, dhe kjo është një problem tjetër. Çfarë nuk kupton Bezeshkian me garanci ndërkombëtare? Që do thotë, paqja nuk është më në dorë e Shtetet Bashkuara të Amerikës, Izraelit dhe Iranit.
Po Irani lën të kuptoj që garancia ndërkombëtare që mos ripërsëritet mos sulm ndaj Iranit është vetëm Rusia me Kinën. Sepse këto janë dy aleatët që të paktën po e mbështesin hapur. Ndërkohë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe këtë duhet ta themi, është e paqartë krejtësisht për mënyrën se si do ta mbylli luftën. Ne me drejt u flasim her pas here dhe përmendim shifra. Çfarë do lloj burimesh që të kemi, burimet janë problematike, zoti Rakipi. Edhe ato shifrat që si thua janë të rënda, 300.000 vrarë, 200.000 vrarë, edhe ato tjera që thonë 3.000 vrarë që thotë Irani nga protestat për shembull. Ne nuk do të kemi kur shifra eksakte të paktën për një kohë të shkurtër të besueshme për opinionin publik, sepse lufta hibride përfshin edhe propagandën. Megjithatë disa gjëra mund t'i shohim edhe në mënyrë tangente, po themi, në një analizë tangente. Kush është impakti më i gjerë i Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit lidhur me sulmet? Çfarë po ndodh në Izrael ose çfarë ka fituar dhe çfarë ka humbur Izraeli? Ndoshta kjo jep disa përgjigje indirekte. Jo, e kam pyetur unë këtë çfarë me vendet e tjera dhe me Izraelin. Tani, Okej, atëherë po them vetëm diçka. Nëse Irani kërcënon me mbylljen me hapjen e frontit me mbylljen e Hormuzit dhe hapjen e frontit në Yemen, në Irak dhe në Liban, sepse kjo është edhe ndërhyrja e Libanit menjëherë, domethënë, ideja e Shtetit e Bashkuara të Amerikës që mund të bëjë një goditje Iranit, të tërhiqen vetë, dhe të vazhdoj pastaj Izraeli me ato sulmet her pas hershme, siç ndodhi në Liban, sepse u vendos një paqe në Liban, ndërkohë që ka 3.000 thyrje të paqes nga trupat izraelite në Iran. Mbill luftën aty. Kjo nuk mban. Me Iranin kjo nuk shkon, sepse garda është e fuqishme, ushtria është e fuqishme, potencialet e Iranit janë dëmtuar shumë. Nuk kemi si në rastin e Gazës. Në rastin e Libanit. E Libanit, më fal. Ndërkohë që ekziston edhe një rrezik tjetër. Huthët akoma nuk janë futur në lojë. Po pritet që nëse ashpërsohet dhe nëse Irani ndjen veten ngushtë, futen dhe Huthët në lojë dhe mbyllet edhe një ngushtisë tjetër e cila është një trajektore shumë e rëndësishme e tregtisë botërore, që kalon nga Lindja, po themi, nga Azia nëpërmjet detit Kuq, kalon në Mesdhe nëpërmjet Egjiptit. Zoti Bumçi, me këto që sot gjini ishi, duket që regjimi, sikur se thuhet, regjimi në Iran nuk duket, të paktën nga deklaratat, nuk duket shumë i dobësuar. A mund të bie regjimi apo është konsoliduar më tepër pas nisjes luftës? Jo, regjimi është dobësuar. Nuk është sepse shkatërimi që ka ndodhur në infrastrukturës i udhëheqjes fetare, politike, ushtarake ka dobësuar regjimin. Edhe Irani nuk janë vetëm protestat që pam në fillim të vitit. Në 2022 ishin protestat për vrasjen në paraburgim të një vajze të re